Ishni edhe përgjatë këtij edicioni informativ të lajmeve. Altin Ndoci është njeriu më i kërkuar i momentit në Shqipëri pas arratisjes nga Spitali i Durrësit ditën e djeshme, duke u zhdukur përmes një skeme të dyshuar të mirë organizuar. Do dalemi për diskutuar lidhur me këtë temë me zotin Fatjon Softa, i cili na është bashkuar në studio. Zoti Softa, shumë faleminderit që je pjesë. Faleminderit, kënaqësi. Ne kemi mundur që të ndjekim hap pas hapi gjithçka që ka ndodhur nga momenti kur u dha lajmi për sa i takon pikërisht arratisjes së Altin Ndocit. Unë do doja që ta merrnim edhe në radhë kronologjike analizën nga momenti i parë dhe nga momenti në të cilin ai më pas vijon të jetë ende në arratim. Nisim me atë se çfarë pam si fillim edhe nga pamjet e publikuara së fundmi mbi mënyrën e arratisjes. Nëse nuk do të kishim pasur ato pamje filmike, do ishte e pabesueshme. Sepse do të mendonim për një arratisje në shpeshherë në media është thënë spektakolare, ku personat nëpërmjet formave të ndryshme gjejnë mundësinë të shmangen dhe të shpëtojnë, po themi, masave të sigurisë. Në fakt kjo nuk ishte një e tillë. Ishte një arratisje e mirë organizuar, po, pa diskutim që ishte e mirë organizuar dhe e planifikuar, dhe sipas këndvështrimit tim me bashkëpunim. Rasti më i vogël me punojës të shoqërimit dhe rasti më i madh me persona brenda strukturës. Fillon që nga planifikimi i shoqërimit të personit, ku i tillë është i klasifikuar dhe duhet të jetë i klasifikuar niveli i sigurisë, niveli i rrezikshmërisë personit. Personi është një shkallë të lartë rrezikshmërie për shkak të akuzave që struktura e posaçme ka, që akuzohet për vrasje, i dyshuar për vrasje dhe për grup të strukturuar kriminal, pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Dhe si i tillë është niveli më i lartë i rrezikshmërisë së një personi, i cili që në momentin e parë kur ka element të tillë, zgjidh cili do jetë dhe vendi i burgosjes. Pra Durrësi, nuk e dim nivelin, Tirana, nuk e dim nivelin, apo Lushnja, Fieri, ku diun ku janë. Pra shkalla e rrezikshmërisë personit përcakton dhe nivelin e sigurisë në paraburgim. Në paraburgim. Masat e sigurisë ku janë në paraburgim. E para, fakti që personi kishte DNA lidhur me prezencën një autometi që e priste. E dyta, autometi që e priste kishte DNA për kohën e ardhes në spital, mjetin e shoqërimit, numrin e forcave dhe vendin ku do të ishte vizita e tij. E treta, fakti që nga automjeti ka një ambulancë, nuk është një mjet i veçantë, specifik për raste të tilla kur bën shoqërim e personave. Nuk ka prezencë të forcës policore, e cila merr masa për largimin e automjetave, për t'i lënë mundësi automjeti që do të sillte personin, pavarësisht nga nevoja që e çon atë në spital, që të kishte element sigurie, që automjeti ishte në afërsi të derës, nga momenti i daljes, hyrja brenda shoqërimit tek shkallët, derisa të arrit tek dhoma ku do të kryeshin procedurat mjekësore, ruajtja dhe kontrolli i ambienteve ku do të bëjë procedura, dhe ambienteve të tjera të mundshme, të planifikuara nëse do kishte nevoja biologjike, siç janë banjo e tjera. Pra zoti Softa, për ju nuk është thjesht një neglizhencë, po themi, e punës në ato momente të policëve qoftë në këtë rast, por është një organizim më i madh se sa kaq? Sipas meje, unë e lexoj që nuk është thjesht neglizhenca. Nuk është thjesht neglizhencë. Sepse kur thon goditi me grusht punojësin dhe i iku, grushti dhe goditja është pasojë, nuk është shkak. Pra ai gjeti mundësinë qoftë dhe me goditje për të realizuar përfundimin e planit të mirë organizuar dhe të planifikuar më parë. Atëherë, si ka komunikuar ky person me personat të tjerë që e prisnin? Nëpërmjet telefonit, nëpërmjet kurrierit, nëpërmjet komunikimit në ambulancë, gjatë rrugës, momentin e zbritjes apo çfarë? Sepse automjeti nuk ishte rastësisht aty dhe automjeti ishte i vjedhur, apo me targa të vjedhur, apo nuk e di. Pra ka qenë një automjet i përgatitur. Ky automjet që e priste, kur ai vrapoi, shkoi tek vendi ku e priste automjeti, largimi nërmjet automjetit dhe është planifikuar dhe ku do të bëjë strehimi, se nuk mund të jetë në mënyrë rastësore, hajde se mori një taksi dhe po ikën. Dhe i vuri armën taksistit dhe po ikën me to. Jo, është një mjet i përgatitur dhe me siguri është planifikuar dhe vendi ku do ta strehojnë, se duhet të jetë dhe strehimi, që duhet të shpëtojë ndjekjes policore, rrugët e